Përshëndetje të dashur miq dhe mikesha, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Në këtë kanal u mësoj roba qipsine në kushtet e shtëpisë dhe sot do të marrim një projekt shumë të bukur. Do të shikojmë dy modele fustanesh. Siç e shikoni, janë shumë të thjeshta, janë për vajza të vogla, tani që vjen vera. Është ky lloj modeli që quhet në anglisht quhet pillowcase. Pak histori nga ky fustani është që këtë lloj fustani pillowcase, domethënë fustani në formë klofi, mamat në kohën e krizës në Amerikë, nga që nuk kishin çfarë rrobash të bënin fëmijëve dhe merrnin thesët, thasët ose jastokët dhe i prisnin dhe vetëm këtu i bënin një modifikim për të mëngët dhe mund të vishin fëmijët e tyre. Një fakt interesant është se kur prodhuesit e bukës dhe të miellit e morën vesh të gjë, filluan që t'i bënin thasët me lloj modelesh, me lloj lulesh, për shembull me lule, me kuadrata, pa me dizenjo, me vizatime të ndryshme që edhe fëmijët mos ishin të kishin të vishin fustane me dizenjo të ndryshme. Kjo lidhet këtu. Ky është modeli i parë. Lidhet këtu dhe këtë tjetra dhe është kallastik këtu, kurse modeli tjetër që do bëjmë neve tani, pra njëjti model, por vetëm se këtu ndryshon, kemi futur lastik, kurse te ky tjetri nuk kemi futur lastik, por kemi futur një kordon, një kordele kështu. Ribbon quhet në anglisht, dhe është ky modeli kështu. Këtu futet dora e fëmijës dhe këtu i bën një fjongo. Këtë model do bëjmë sot. Është njësoj si ai tjetër, pra këtu mund t'i vëjmë, në qoftë se është e bardhë, mund t'i vëjmë gërmën e parë që fillon fëmia, pra kjo është për një kalamaj që është Victoria, quhet akoma. Pastaj hajde fillojmë pa kaluar, pra pa zgjatur shumë, sepse do të shpjegoj dhe si bëhet edhe patroni. Atëherë nevojitet patroni, ky është patroni si kemi thënë për e. Do të tregoj për masat. Ky patroni është për fëmijët e moshës 2-3 vjeç. Atëherë po e mbaj më mirë kështu që ta shikoni. Tek jaka. Kemi centimetra, 11 centimetra. Tek monga kemi 10, anash kemi 36. Në rregull? Dhe këtu nga ana tjetër kemi 46 të kjo ana këtu, nga këtu deri këtu. Mos harrojmë që tani do marrim copën që duhet, sepse duhet të tregoj se si bëhet, se si procedohet më saktë për të pretë një fustan. Marrim copën që kemi për të bërë. Marrim copën, e palosim në dysh. Do t'ja tregoj vetëm me këtë sepse si përpara dhe nga mbrapa është një fustan që s'ka nevojë, është njësoj, si përpara dhe mbrapa. Para mbrapa njësoj është. Edhe e vëjmë këtu nuk duhet lëmë asnjë hapësirë këtu. Do ta përputhim viz më viz. Që ta fiksojmë marrim qilpërat që mos na lëvizi. Në rregull, e fiksojmë. Pastaj marrim gëshërën. Më falë se kaloj motori. Pra po për demonstrim se kur ta bëni juve, më falni. Kur ta bëni ju këtu duhet jetë çik më e madhe copa, po unë vetëm po e tregoj si duhet bërë. Atëherë dhe fillojmë presim. Presim këtë jaka. Presim pak mongën. Do leni gjithmonë, siç kemi thënë, centimetra për lishmëri. Pra unë nuk e preva këtu roz, po i las 1 centimetër. Po do presim dhe anën tjetër. Ja ku doli. Pra na duhen 2 si puna kësa. Do presim nga 1 minutë të tregoj. E heqim. Dhe doli kështu fustani. Ja, ky është fustani që na doli. Tani na duhen 2, do bëj edhe një tjetër. Atëherë, kjo është fustani që qepëm pra pjesa para dhe pjesa mbrapa që nuk ka ndallinë, është në njëjta mënyrë. I vëjmë duhet të jetë njësoj edhe këtu poshtë. Këtu poshtë duhet të jetë njësoj, nuk duhet të jetë një më e madhe, një më e vogël.
E tani i vëmë gjilpëra që ta qepim. Duke qenë se nuk dua si gjithmonë ta bëj shumë të gjatë. Në qoftë se ju doni që të më shikoni se si i qep, mund të lëni të komente se si i qep. Në rregull, po unë po i tregoj si procedurë. Por në qoftë se kërkoni që edhe ti bëj si qepe, mund të lëni të komentet edhe të thoni po duam dhe si i qep. Okej? Tani do t'japim një të qepur këtu dhe tu ana tjetër. Gjithashtu, do t'a qepim këtu në fund që t'i bëjmë mbyllje, para ta përfundojmë. Edhe këtu do lejmë kaq centimetër. Do lejmë 1 ose 2 centimetër, sepse do t'i fusim këtë kordelen që të lidhet. Pra, edhe njerë po e them që tani sot po e bëj pa të qepur të makina, dhe në qoftë se doni mund të thoni. Po e fiksoj me gjilpëra pra sot. Jam duke e fiksuar me gjilpëra, që për të treguar procedurën se si bëjmë. Këto që do t'i vej kështu gjilpëra që kemi mundësi pastaj ta shikojmë kur të kthehet, edhe mos na pengojnë. Kështu, edhe nga ana tjetër tani e kthejmë. Mos harroni gjithmonë në fund ta ktheni, ja? Dhe nga ana tjetër. Një gjë që dua t'ju them është, gjilpërat kur mos i mbani me gojë, sepse ka pasur raste që gratë kanë harruar që rrobaqetë, domethënë, i kanë pasur në gojë dhe i kanë gëlltitur. Pra është një sugjerim që kam mësuar që në fillim nga rrobaqepset që kanë qenë që kanë pas punuar me vite, dhe thonin asnjëherë mos i mbani gjilpërat në gojë. Pra ky është deri tani fustani. Tani do t'i fusim kordelen, pra këtu. Pra e marrim kordonin, futim e paramand këtu, e mbyllim. Tani këtu te para e futa, ja kështu futat. Edhe te e dyta një të gjë të bësh. Ja futim tu. Tani ky nuk do ri hapur, që të thotë që të mos tregoj që ka formë. Ja, shikoni që u futu brenda. Tani e marrim. Kështu. Ja, ky është fustani. Dhe kur ta veshim do vi kështu, që t'japi formë. Mos harroni që t'i kthejmë edhe këto mongët. Këtu do t'i kthejmë edhe mongët. Po thashë edhe një herë, po e bëj kështu vetëm si një procedurë, sepse nuk dua të zgjatem shumë, sepse e di tani se njerëzit në YouTube duan gjëra të shpejta dhe nuk duan, po në qoftë se ju doni që t'i bëj ngadalë, të gjitha të tregoj të gjitha hapet, mund të lëni të komente sepse un jam tepër e gatshme të t'i bëj këto gjëra, domethënë po duhet ta di nga ju domethënë, a dëshironi apo jo. Në qoftë se do dëshironi, mos u mbasim kohën kot, po të bëjmë shpejt e shpejt. Ja, ky është fustani, kështu nuk duket ndonjë gjë. Këtë është me gjilpëra. Këtu kam mongën. Këtu dhe t'i kthyer. Edhe pastaj këtu do futi dorën në fëmija këtu. Edhe do lidhesh te supi sipër i fëmijës. Do lidhet te supi lart. Do ta tregoj kështu sepse ja, kjo është një fustan i thjeshtë, këtu është mënga, që mund të bëjmë për fëmijët tonë. Pra, kështu ishte procedura se si bëhet. Po tregoj edhe një modele që kisha bërë unë. Pra, ky modeli këtu i kam futur lastik, nuk i kisha futur kordon dhe është më lezetshëm. Këtë preferoj më shumë, këtë lloj modeli. Edhe ky modeli që sapo bërëm tani, ja këtu. Pra, kjo ishte edhe pra u treguan 3 modele. Pra një model që i bëra tani që ishin të ndarë ato aty, modeli 2 që nuk është e ndarë, është kështu. Pra, lidhet vetëm këtu, kur ai modeli që tregova unë lidhet të dy anët. Edhe në qoftë se doni të dini, tani si mund ta zbukuroni me këtë gërmë siç kisha bërë unë. Këtë e kam bërë video tutorial, mund ta shikoni si bëhet kjo gërmaje këtu.
mund ta vëni me qëndisje, mund t'i vëni emrin e fëmijës të gjithë prapë me qëndisje, ndonjë xhep me zemër, një xhep tradicional, çfarë dëshironi juve. Gjithashtu, një herën tjetër do t'rregoj se si mund ta transformojmë këtë patronin, që mund të na dalin fustane të tjera. Faleminderit dhe muri dëgjofshim.